Hoxh, po përse magjia të bëjnë vetëm, thot muslimanët? Kush bën magji nuk është musliman. Muslimani nuk bën magji. Muslimani lexon Kur'an për të mbrojtur prej magjisë. Muslimani i lutet Allahut të lartësuar që ta mbrojnë dhe ta ruajnë prej magjisë dhe magjistarëve. Magjistarët janë keqdashës, janë njerëz të këqij. Dhe Islami na fton që të rrim sa më larg magjisë, sa më larg magjistarëve, fallxhorëve. Ta besosh magjistarin është muhim. Zoti na rujt. Thjesht shkuarja tek fallxhori është mëkat i madh, ndërsa ta besosh atë është mohim pastaj. Allahu na rujt. Ne vazhdimisht ftojmë dhe Islami fton që njeriu të lidhet me krijuesin e gjithësisë. Mbrojtjen ta kërkoj prej Allahut të lartësuar, shërimin ta kërkoj prej të Madhit Zot. Allahu i lartësuar është ai që na ruan. Zoti i gjithësisë është ai që sjell mirësi, begati. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Zoti i gjithësisë, Allahu i lartësuar. Prandaj ne vazhdimisht postojmë ajete Kur'ani, që njeriu nëse i lexon, bëhen shkak që të mbrohet prej magjisë. Pra lexon ajetin Kursi, lexon 3 suret e fundit të Kur'anit, i lutet Allahut lartësuar drejt për drejt, krijuesit të gjithësisë, që e di gjithçka, që ta ruaj, që ta mbroj, që të jap mirësi, të jap begati, larg magjisë, larg magjistarëve.